Horoskopi ditor e premte 24 tetor 2025. Dashi, atmosfera yjore do jetë goxha e favorshme gjatë kësaj dite për ata që janë në një lidhje. Do kuptoheni mjaft mirë me personin që keni në krah dhe do filloni të mendoni paksa edhe për të ardhmen. Beqarët nuk duhet të nxitohen, sepse do gabojnë. Financat duhet të merreni shumë seriozisht, sepse situata mund të dalë jashtë kontrollit më vonë. Demi, do të tregoni mjaft kërkues ndaj atij që keni në krah sot dhe nuk do e lini të marrë frymë qetë. Ky do të jetë një gabim, pasojat e të cilit do i ndjeni për një kohë të gjatë. Beqarët do kenë surprizat e një pasnjëshme në jetën e tyre sentimentale. Financat do jenë të mira, megjithatë duhet të shpenzoni me maturi dhe duke menduar për të ardhmen. Binjakët, ditë shumë e turbull kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Nuk do keni as pak dëshirë të bëni tolerime, dhe kjo do acarojë mjaft situatën. Beqarët do të shmangin personat mendjemëdhenj, të cilët kërkojnë gjatë gjithë kohës të duken. Financat për fatin tuaj të mirë do përmirësohen falëndimës që do ju japin disa të afërm. Gaporja, ditë mjaft e favorshme për sektorin e ndjenjave. Her pas here, edhe pasioni do jetë shumë i zjarrt, kështu që shfrytëzoni çdo moment. Beqarët nga ana tjetër, më mirë të qëndrojnë edhe sot vetëm, sepse përndryshe do bëjnë gabime. Ekuilibri financiar nuk do ketë pas tranzitin më të vogël, edhe pse në fakt dëshira për shpenzime do jetë e madhe. Gjithsesi, logjika do triumfojë. Luani, nëse nuk doni që atmosfera në çift të nxehet së tepërmi sot, nuk duhet në asnjë mënyrë të gënjeni atë që keni në krah. Prisni hapur dhe shprehni gjithçka që mendoni. Beqarët do kenë një ditë shumë të zakonshme. Flirtimet nuk do mungojnë, por nuk do të ndodhë asgjë më tepër. Buxheti duhet të riorganizuar sa më parë, sepse gjendja nuk është aq e mirë sa duhet. Virgjëresha, më në fund do i zgjidhni të gjitha problemet që keni pasur në jetën tuaj në çift, dhe do jeni shumë më të qetë. Gjithçka do jetë shumë më ndryshe për ju. Beqarët do gjejnë më në fund shpirtin e tyre binjak dhe do futen në një etapë të mbushur me emocione. Në planin financiar do jeni më të përgjegjshëm dhe nuk do hidhni hapa të gabuara. Peshorja, dhe i dëgjoni me kujdes sot ato që do të thotë partneri dhe do mundonin gjatë gjithë kohës të mbani zgjuar zjarrin e pasionit. Beqarëve do marrë mendje një person që do e njohin gjatë orarit të punës. Mos e lini ato të ikë nga duart. Financat do kërkojnë më tepër për kujdesë dhe maturi në mënyrë që gjendja të mos ketë probleme e vështirësi. Akrepi, perspektivat janë shumë të mira gjatë kësaj dite për jetën sentimentale të çifteve, por ata vetë do të bëjnë çmos që t'i shprehin sa të mundin ndjenjat. Beqarët do joshin pafund dhe nuk do kuptojnë që do bëjnë disa gjeste të gabuara. Financat do kenë her pas here disa tronditje të vogla, të cilat do të përmirësuar të kërkojnë pagulim. Qytetari, shprehni partnerit diçka që mendoni ashtu si ta ndjeni, jo duke e gënjur. Në këtë mënyrë, edhe ai do i kuptojë nevojat tuaja dhe do mundohet t'u plotësojë dëshirat. Beqarët do jenë shumë të zënë me punë dhe angazhime të tjera, dhe nuk do gjejnë kohën e përshtatshme për të menduar për dashurinë. Financat nuk do jenë aq të stabilizuara sa për të bërë ndonjë shpenduri. Bricjapi, do keni shumë kurajë gjatë kësaj dite dhe do flisni me partnerin edhe për disa çështje delikate. Kjo iniciativë në fakt do vlerësohet mjaft prej tij. Beqarët duhet ende të bëjnë durim nëse duan të gjejnë një person të përshtatshëm. Financat do vinë duke u përmirësuar. Mos kërkoni të pasuroheni menjëherë, sepse kjo nuk do jetë absolutisht e mundur. Ujori, jeta në çift nuk do jetë e keqe. Megjithatë, duhet të thënë se keni pasur edhe periudha më pozitive se kaq. Mundohuni të paktën të ruani ekuilibrin. Beqarët do jenë shumë të paqartë për atë që duan të bëjnë dhe do ngurojnë të hedhin hapa. Në fakt, askush nuk ju nxiton. Në planin financiar duhet sa më tepër maturi me shpenzimet në mënyrë që ta dilni në bank. Peshqit, në fillim të ditës do ketë shumë mosmarrëveshje me partnerin tuaj, por me kalimin e orëve do reflektoni dhe do mundoheni të gjeni nga një zgjidhje. Beqarët do jenë mjaft pozitiv dhe gati për të dalë nëpër çdo lloj takimi që do ju kërkohet. Financat do jenë edhe më delikate se sa më parë. Ose merrni masa strikte, ose kërkoni sa më parë ndihmën e specialistëve.